Në dhjetor 2024, 5 muaj pas emërimit për herë të parë në detyrë, Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi një tender me vlerë kontrate 460 milion lek për auditimin e fondeve bujqësore i PARD 2 që BE dërgoi në Shqipëri gjatë viteve 2017-2021. Ky auditim që zhvillohej paralelisht me hetimin nga SPAK u paraqit si proces verifikimi financiar për fondet e BE-s. Sipas pretendimeve, ai synonte të provonte se qeveria dhe ish-drejtoresha Frida Krifca nuk kishin abuzuar me fondet i PARD 2. Sipas të dhënave të publikuara, auditimi kishte afat 165 ditë dhe u përfundua e u dorëzua si raport në shtator 2025. Raporti nuk evidentoi abuzime financiare nga Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural në përdorimin e fondeve i PARD 2. Kompania gjermane u përzgjodh me një ofertë rreth 100 milion lek më të lartë se oferta me ulët në garë. Sipas pretendimeve të ngritura publikisht, kjo përzgjedhje lidhet me marrëdhënie pune me kompaninë private audituese BDO Albania SHPK. Sipas dhënave në Qendrën Kombëtare të Biznesit, Petrit Malaj ka qenë administrator i kompanisë BDO Albania SHPK deri para emërimit si ministër i financave. Aktualisht pronar të kompanisë rezultojnë Limos Malaj dhe Besiana Doda, babai dhe motra e ministrit. Sipas pretendimeve, BDO Albania SHPK është përfshirë si konsulente e kompanisë gjermane FTI Consulting Germany në auditimin e fondeve i PARD 2. Prej një viti, kompania BDO Albania SHPK ushtron aktivitete dhe si konsulente e jashtme për auditime të brendshme në institucione qendrore, bashki, ente publike dhe shoqëri ekonomike me kapital shtetëror.